Balla falenderon Elbasanin për mbështetjen si deputet në 2 dekada. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën Tauland Balla ka qenë i ftuar mbrëmjen e sotme në aktivitetin Sofra Elbasanase, i cili organizohet nga Bashkia e Qytetit në prag të ditës së verës. Është një festë që ka kryeqytetin këtu në Elbasan. Prej vitit 2005, kur 14 marsi u shpall ditë feste në të gjithë vendin, arsyeja ishte Elbasani. Edhe prej atij momenti, në fakt, të gjitha qytetet kryesisht të qendrës së Shqipërisë filluan të kenë festa. Filloi Tirana. Tani edhe brenda qarkut janë të gjitha qytetet që organizojnë festa ditën e sotme. Dua t'ju uroj të gjithëve jo vetëm këtu, por popullit shumë të nderuar të Elbasanit dhe të gjithë qarkut ta gëzoni këtë festë, uroj Balla nga Sofra Elbasanase. Duke falenderuar gjithë ata që e kanë mbështetur me votë për 2 dekada me radhë, Balla shpreu bindjen se me ekipin që ka sot Partia Socialiste po shkohet në drejtimin e duhur. I sigurt edhe me ekipin që ka sot Partia Socialiste po shkohet në drejtimin e duhur, Balla mbylli urimin e tij me një dolli. Edhe pse është një mbrëmje mes miq, jam shumë krenar që me Arbrin dhe Gledin, me ekipin ton kombëtar të Shqipëria 2030, këtu në Elbasan, gjërat do të shkojnë në drejtimin e duhur si gjithmonë. Kështu që gëzuar të gjithëve dhe një dolli për Elbasanin. Ky organizim ishte i pari për një sër aktivitetesh për ditën e verës, një traditë e lashtë elbasanase e cila nga një festë e izoluar e ardhjes pranverës ka marrë një karakter masiv, duke shndruar Elbasanin në kryeqendrën e shqiptarëve çdo 14 mars.